Një nga gjërat të rëndësishme të cilat du të kemi në mendjen tonë është ne du të dimë se si do të delegojmë. Çfarë do të delegojmë? Delegohet puna, por jo përgjegjësia, se jemi drejtuesen. Ne mund të delegojmë gjërat të cilat të tjerët i bëjnë më të mirë se ne, ose ne mund të delegojmë dobësitë tona, ose mund të delegojmë pasionet tona, sepse ato nuk na shpërblejnë. Ose ekziston një parim tjetër, gjithmonë delego diçka që dikush tjetër e bën në masë 75% sa ti mund ta bëje. Thjesht bëje. Do më thotë dikush o Vasil, po mirë, por na them kjo nuk është e lehtë. Po nuk është e lehtë. Por ti do ta mësosh këtë, se kjo këtu të jep mundësi që të kesh kohë për veten tënde për ato gjëra që janë të rëndësishme. Do të dish ti të delegosh, të jesh mjeshtër në delegim, të delegosh deri te prori jot, nëse do që ti të bësh diferencë. Nëse ti do ta lësh jetën, shiko hajde të delegoj çfarë të jetë, ose për shembull, unë do delegoj. Janë ca njerëz thonë unë delegoj gjithçka. Disa nuk delegojnë asgjë. Jo, nuk ka gjithçka, nuk mund delegosh gjithçka. Mund delegosh deri në farmaci, po janë sa vendime të cilat janë vendime të rëndësishme, duhet të marrësh vetë sotri. Unë kur hap email-et, apo SMS, apo në rrjetet sociale, të gjitha kërkojnë një përgjigje. Të gjitha kërkojnë një vendim. Qoftë për ta bërë delete, qoftë për mos t'ia kthyej përgjigje, kjo duhet të kthyej përgjigje. Kjo është gjeta e sipërmarrësve. Është e ashpër. Prandaj thash që Vasil na bën ndonjëherë që neve të ndihemi në dhimbje, por është një zgjedhje që ne kemi bërë në jetën tonë. Kemi bërë një zgjedhje që ne do të bëjmë këtë gjë. Për XY arsye, kemi gjetur arsye e pse kemi brenda në biznes. Është shumë e rëndësishme që të dimë të delegojmë punët, por duhet të japim edhe mjetet të dhura, edhe burimet të dhura, por duhet të japim edhe një urinë të dur. Nuk delegojmë, hajde burra, delegojmë çdo gjë, jo çdo gjë zotëri. Edhe ajo që është shumë e rëndësishme, ti thua unë besoj njerëzve të delegojnë çdo gjë. Nëse ti delegon pa sisteme është naivitet zotëri. Nëse delegon pa sisteme është naivitet, mos e bëni gjë të tillë. Sigurisht që kur delegon diçka do të japësh arsyet se shumë e rëndësishme edhe kuptimin përse delegon diçka. Budalloku më i madh është të mos besojmë asnjëri, por është çmenduri të besojmë të gjithëve për gjithçka.